pasi pam kandidaturat, le të ftojmë 2 figura të letrave shqip për të dhënë çmimin e madh për përkthimin më të mirë të vitit. Atëre, zonja dhe zotëri, zotin Afrim Karagjozi dhe zonjën Diana Kastrati. Dëgjuam pra Paskinës që thuhet të bukrat e pabesa për përkthimet, për mesin pra bukra. Kam nderin që sondet të shpall fituesin e përkthysit të vitit. Në radhë dytë kam kënaqësinë që Shqipëria të trashëgon traditën e përkthyesve tanë më të mirë dhe fatbarësisht të 4 konkurrentët janë të rinj, do të thotë janë premtues që të bëjmë po aq të mirë sa që kanë qenë pedagogët tanë, pararenësit tanë. Fituese, Drita Qetaku Kurdiu. Pas kështë qënë qasti më i lumtur jetës sime, nuk e kuptova. Këto është fjalia e parë që unë përktheva nga ky libër. Faleminderit. Më lejoni të përkule me respekt përpara të gjithë libërdashësve, juristë dhe miqve të mi që më kanë mbështetur në punën time. Dua të ndaj këtë çmim me të gjithë intelektualet elitar të familjes nga unë rrjedh dhe familjes të cilës i përkas tani, të cilëve ju privua ky lloj vlerësimi. Dua të ndaj këtë çmim me shtëpinë botuese Skanderbeg dhe me familjen e profesorit tim të turqishtes Osman Perolli. Shumë faleminderit. Që trufash për ty.